Fondacioni Humanitar Shqiptaro-Amerikan Troje Tonën nga viti 2019 zhvillon aktivitete të shumta në mbështetje të arsimit, kulturës dhe familjeve në nevojë në trema shqiptare në Maltezi, përfshir Ulqinin, Tuzin, Rozhajen, Plavën dhe Kucin. I themeluar nga diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky fondacion ka si mision ruajtjen e identitetit kombëtar dhe ngritjen e vetdijes shoqërore, duke ofruar ndihmë konkrete për fëmijë, familje me gjendje të vështirë ekonomike, si dhe përmes ndarjes së bursave për nxënës dhe student. Fondacioni Humanitar ka shpallur një konkurs kulturor për të rinj që dëshirojnë të mësojnë instrumente tradicionale shqiptare, lahutën, fyllin dhe çiftelin, me afat aplikimi deri me 31 janar 2026. Ky projekt synon ruajtjen dhe ringjalljen e trashëgimisë muzikore shqiptare si dhe forcimin e identitetit kulturor në trevat shqiptare në Maltezi. Ky fondacion ka qenë gjithashtu i angazhuar në mbështetjen e projekteve edukative dhe kulturore, si dhe në nisma që synojnë përfshirjen e të rinjve në aktivitete sportive dhe shoqërore, me qëllim ndërtimin e një të armëje më të qëndrueshme për komunitetin. Më shumë mbi aktivitetet dhe misionin e këtij fondacioni shprehet përfaqësuesja Fondacionit Troje Tona, Vjollca Lika Çopaj. Atëherë, Fondi Humanitar Shqiptaro-Amerikan Troje Tona ka filluar veprimtarinë e vet që në fillim të vitit 2019. Dhe që atëherë mund të them që kemi pasur një larmishmëri të aktiviteteve të ndryshme dhe në fusha të ndryshme që kanë të bëjnë kryesisht me qoftë aktivitete bamirëse, me donacione të ndryshme, por edhe me aktivitete të larmishme për fëmijë, për të rinj, dhe gjitha këto me një qëllim që të ndihmojmë, të kontribojmë aq sa mundemi tek qytetet, veçanërisht ato qytete, komunitete ku jetojnë shqiptarët në Maltezi. Mund të them që në fillim fare kontributi kryesor i trojeve ka qenë gjatë pandemisë së Covidit, ku atëherë është gjetur shumë afër të gjithë neve këto në vendlindje, duke siguruar ilaçe, si edhe materiale të ndryshme që kanë qenë të nevojshme në atë kohë dhe që vërtet ka pas mungesë. Dhe që atëherë nuk është ndalur dhe ka vazhduar në fakt në veprimtari edhe të tjera. Unë do doja të cek disa prej tyre që janë veçanërisht kanë filluar në zonën e anës malit dhe ato janë aktivitetet për fëmijë, si në qendrën për aktivitetet të lira, Bright Minds, mandej në formimin e klubit të volejbollit për vajza Barbana, klubin e karates, por edhe aktivitete të tjera të cilat kanë pasur për qëllim një farë mënyrë të ketë një kontribut në zonat rurale të qytetit dhe të jetë një mundësi shtesë për të gjithë fëmijët dhe të rinjt. Një ndër nismat kryesore dhe që vlen të përmendet të Fondit Humanitar Troje Tona janë edhe ekskurzionet, le të themi udhëtimet kulturore me nxënës të shkollave fillore, veçanërisht të klasëve 8 dhe të 9 në Shqipëri. Dhe çfarë vlen të theksohet në këtë rast është që këto udhëtime kanë pasur për qëllim që nxënësve, fëmijëve tanë, t'ju ofrohet një mundësi për të parë më afër, le të themi, qytetet që janë të lidhura ngushtë me historinë tonë kombëtare. Dhe nisma e tillë ka filluar pikërisht që ne të zgjojmë tek fëmijët tanë atë ndjenjën e krenarisë që ne kemi dhe themi gjithmonë për të kaluarën tonë, për historinë tonë aq të pasur. Në fillim, udhëtimet, ekskursionet që janë realizuar vetëm me nxënës të shkollave fillore, do të thotë anës së Malit dhe të Krajës,
Kurse në vitet në vazhdim kemi pasur një organizim pak më të gjerë, duke përfshirë edhe nxënësit e shkollave fillore të klasëve 8 dhe të 9 të Rozhajës, të Plavës, Gucis, dhe do doja në veçanti të theksoj sepse kjo ka qenë një iniciativë, një nismë shumë e mirë pritur. Shumë e mirë pritur nga të gjithë edhe stafi arsimor i shkollave, nga prindrit, edhe nga vetë nxënësit, sepse ka qenë një mundësi që jo gjithmonë ne e kemi prioritare do të vizitojmë këto vende. Duhet të cek që vendet kryesore që kanë qenë të përzgjedhura kanë qenë pikrisht qytetet e vjetra, si Kalaja e Shkodrës, pastaj në Lezhë kemi pas Muzeun e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, Muzeun Kombëtar të Krujës, dhe duke vazhduar në Durrës, pastaj në Apolloni, si dhe në Shtëpinë e Pavarësisë në Vlorë. Kurse nga viti i fundit e kemi zgjuruar pak më shumë që të jemi edhe do të thotë edhe në Kosovë, ku me nxënësit e klasëve të 8 dhe të 9 të Plavës, Gucis dhe Rozhajës është vizituar edhe Prekazi, do të thotë memoriali i Adem Jasharit, i familjes Jashari, dhe qëllimi i gjitha këtyre udhëtimeve, le të themi kështu, ekskursioneve, ka qenë pikrisht që nxënësit të njihen më afër me historinë e begat që ne kemi, dhe në një farë mënyre ta shohin nga afër, sepse është ndryshe kur ne lexojmë nëpër librat tona për historinë tonë kombëtare, dhe ndryshe është ai përjetimi që ka secili prej tyre kur e viziton një vend të caktuar. Nga shkurti i vitit 2023, ne kemi filluar edhe me organizimin e kurseve të gjuhës shqipe në Rozhajë, si edhe në Plavë Guci. Ne e kemi parë të domosdoshme një iniciativë të tillë, duke marrë parasysh sepse kemi pikrisht nga këto komuna, të cilat dikur kanë qenë me një shumicë shqiptare, sot kemi një pakicë, dhe mund të themi që ajo që është duke u asimiluar plotësisht është pikrisht gjuha. Vlen të theksohet që në fillim fare ka pasur shumë pak të interesuar, kurse ato vitin e kaluar, do thot vitin 2025, e kanë përfunduar me mbi 100 kursant, të cilët e ndjekin tashme kursin e gjuhës shqipe. Vlen të theksohet se gjuha shqipe në një farë mënyre është edhe ajo çfarë ne na mban gjallë, na identifikon si shqiptar, dhe është me rëndësi që ne të zgjojmë një farë mënyre dhe të ngrisim vetdijen për rëndësinë që ka ruajtja e gjuhës tonë amtare. Dhe jo vetëm ruajtja e gjuhës tonë amtare si gjuhë e jona, amtare për cilën ne e kemi atë krenarinë se është e jona, por edhe për vetë faktin që gjuha shqipe është një gjuhë e vjetër. Është një gjuhë, le të themi kështu, ndër më të vjetra të Ballkanit, për të cilën ne duhet të jemi krenar, dhe sidomos duke marrë parasysh që ne jetojmë në shekullin e 21. Dhe tashmë jetojmë në një shtet siç është Mali i Zi, një shtet demokratik, ku ne i kemi të gjitha liritë të drejta të përdorim gjuhën tonë amtare. Dhe në një farë mënyre anashkalimi i saj është le të themi kështu me pasoja, cilat në afat gjatë nuk janë shumë të pëlqyeshme. Mirë, po me këtë iniciativë vërtet kemi bërë një lloj impakti në atë mënyrë që edhe nxënësit, por edhe ato familje që tashmë nuk e flasin më fatkeqësisht gjuhën shqipe, një farë mënyre të reflektojnë dhe të sillen në atë që gjuha jonë është një pasuri, dhe vërtet përdorimi i saj, ruajtja e saj është një vlerë jo vetëm për ne, por është një vlerë edhe për të gjithë shtetin në të cilin ne jetojmë. Dhe dua të them edhe diçka tjetër kur flasim për këtë pjesë, ne
vërtet jemi përpjekur që në një farë mënyre të ruajmë identitetin dhe kulturën tonë kombëtare si një pasuri, si diçka që është vërtet e çmuar dhe vlen të ruhet, por në të njëjtën kohë edhe të promovohet. Gjithë ajo që ne e quajmë histori dhe kulturë kombëtare. Fondi humanitar Troje Tona ka ndërmarrë edhe një le të themi një veprimtari tjetër, iniciativa të tjera të cilat janë të lidhura edhe me arsimin. Do doja të cekja këtu veçanërisht kontributin që kanë dhënë në renovimin e shkollave, sidomos në anë të malit. Ne kemi renovimin e shkollës së Krythës dhe renovimin e shkollës së Sukubinës, në të cilën vërtet ka pasur nevojë në mënyrë që të sigurohen kushte më të mira për të gjithë nxënësit që ndjekin këto shkolla. Po ashtu, kur flas për edukim, kur flas për arsim, duhet të cek edhe atë që tash 6 vite me radhë, Fondi Humanitar Troje Tona ndan edhe bursat për student. Kjo është një iniciativë e cila ka ardhur si nevoja saj që ne të ndihmojmë dhe të kontribojmë për gjeneratat e reja të cilat janë, le të themi, duke studiuar dhe të cilat shpresojmë që të kthehen në vendin e tyre dhe të kontribojnë. Tek bursat për student, veçanërisht kanë prioritete, le të themi, kemi përzgjedhur prioritete studentët më të mirë dhe prioritet tjetër janë edhe ato profesionet të cilat janë deficite në këto komuna në të cilat edhe ndahen bursat. Në fillim bursat për student kanë qenë vetëm për studentët nga zona e anës së malit, mirë po që nga ky vit ne kemi zgjeruar dhe thotë mundësinë dhe ajo vlen edhe për studentët nga komuna e Tivarit, Tuzit, Rozhajës, Plavës dhe Gucis. Gjë që na gëzon vërtet në këtë rast, pasi që kemi edhe një numër më të madh të donatorëve, të cilët duan të kontribojnë sa i përket të bursave për student. Donatorët kryesor për bursat për student janë familja Lukaj, që është Vjosa dhe Richard Lukaj, pastaj familja Hajdari dhe familja Kurmemaj. Por edhe donatorë të tjerë të cilët vërtet kanë dëshirën dhe vullnetin të kontribojnë për të rinjtë tanë. Një ndër donatorët kryesor tek Fondi Humanitar Troje Tona është edhe familja Kurmemaj. Dina dhe Ahmet Kurmemaj janë një çift të cilët shumë të rinj janë shpërngulur nga këto treva dhe sot jetojnë dhe veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ato ka një lidhje të veçantë me vendin e tyre dhe ka që 4-5 vite që ato kontribojnë në një masë shumë të madhe dhe me donacione në forma dhe mënyra të ndryshme. Unë do doja të theksoja se ato që nga fillimi kanë një target group të posaçëm, siç janë personat me diabet të tipit 1, veçanërisht fëmijët dhe të rinjt, për të cilët ndahet një donacion i posaçëm. Në fillim fare ishte i menduar për të blerë sensoret për matjen e sheqerit, kurse pastaj edhe për shërbime dhe për materiale të tjera të cilat ju duhet atyre në funksionimin e tyre të përditshëm. Kjo është, le të themi, ky lloj donacioni ka qenë shumë i mirë pritur nga të gjithë, sidomos nga ato prindër, ato familje të cilat kanë një fëmijë me diabet të tipit 1, për vetë faktin e sakrificës, për vetë faktin e mënyrës së vështirë të jetesës, së funksionimit të përditshëm që kanë ato. Po ashtu, familja Kurmemaj jep, le të themi kështu, një kontribut të veçantë në përgjithësi në fushën e shëndetësisë. Ne vetëm vitin e kaluar dhe para 2 viteve kemi pasur një donacion në vlerë mbi 150.000 euro për spitalin e Tivarit, e cila ka qenë kryesisht për të blerë pajisjet dhe aparaturat të cilat kanë qenë të nevojshme për spital, por edhe për shtëpinë e shëndetit në Ulqin. Në këtë rast është siguruar edhe ashensori, lifti, në mënyrë që të lehtësoj
le të themi paka shumë qarkullimi në shtëpinë e shëndetit, sidomos për nënat me fëmijë të vegjël, për të moshuarit, por edhe për të tjerët. Por donacionet e familjes Kurmema janë me të vërtet të gjëra, duke përfshirë shumë fusha, po ashtu edhe donacionet që janë drejtuar familjeve, fëmijëve me nevojat veçanta. Ne deri vitin e kaluar kemi pasur vetëm për qendrën ditore Sirena, kurse nga viti i fundit do të thotë kemi përfshirë edhe fëmijët me nevojat veçanta nga komunat e Rëzhajës, Plavës edhe Gucis. Në mënyrë që një farë mënyre të ndihmojmë, të kontribojmë, por edhe të ngritet një lloj vetdije dhe të bashkëpunojmë njëri me tjetrin, pasi që janë vërtet këta fëmijë që ka nevojë për një angazhim të gjithë komunitetit në përgjithësi, edhe një farë mënyre të gjendemi të jemi afër me familjet që kanë le të themi ballafaqohen me diçka të tillë në jetën e tyre. Po ashtu familja Kurmemaj ka dhënë le të themi një kontribut të gjerë edhe tek fondet tjera që kemi në kuadër të fondit humanitar Trojetona, qoftë për familjet në nevojë, apo qoftë edhe për bursat për student, apo edhe për aktivitetet të tjera. Ansambli Trojetona nga Ulqini është një ansambël kulturor artistik që punon me fëmijë dhe të rinj, me synimin për të ruajtur dhe promovuar folklorin shqiptar përmes vallave popullore, këngëve tradicionale dhe veshjeve kombëtare. Ansambli është formuar më 28 nëntor të vitit 2021 me mbështetjen e Fondacionit Humanitar Shqiptaro-Amerikan Trojetona, si një iniciativë që synon përcjelljen e trashëgimisë kulturore tek brezat e rinj dhe forcimin e identitetit kombëtar në Ulqin. Që nga themelimi, ky ansambël ka qenë aktiv në jetën kulturore të qytetit, duke marrë pjesë në aktivitete dhe paraqitje të ndryshme artistike, si dhe duke ofruar një hapësirë ku fëmijët të rinjt kanë mundësi të shprehin talentin e tyre dhe të njohin më nga afër traditën shqiptare. Për rolin edukativ dhe rëndësinë që ka ansambli në formimin e brezave të rinj, më gjërësisht u shpreh koordinatori i ansamblit Hajredin Zeneli, i cili theksoi se puna me fëmijë dhe të rinj është një nga shtyllat kryesore të këtij angazhimi kulturor. Ju përshëndes dhe faleminderit që keni bërë hapa të vinin këtu në treve në anës në Smalit. Ideja ishte qysh viteve të 80-ta, bile unë jam aktiv qysh në shoqërit kulturore ma heret, por duke i ripërtri, duke i riorganizu folklorin edhe shoqërit kulturore këtu në anë të Malit. Gjithmonë problemi ka qenë të financat. Se shoqëria kulturore është jo profitabile. Kështu që mërgjimtarët tanë, me ndihmën e tyne, Fondacioni Trojetona në Amerikë, u drejtuan tek ne dhe na thanë që me organizu një ansambël. Ansambli është formuar në vitin 2021 me 28 nëntor, një datë e zgjodhur me ne, një jubilare, dhe kemi vazhdu tash 5 vite, dhe më thonë, jemi aktiv. Jemi mundu të gjindemi, të prezentojmë vendin tonë, të prezentojmë veshjen tonë, të prezentojmë folklorin tonë në çdo trevë shqiptare, por edhe me gjatë. Çfarë përfason sot Trojetona për Ulqinin dhe për komunitetin shqiptar këtu, si në aspektin kulturor, ashtu edhe edukativ? Po çdo ansambël kur del jashtë
dhe më thonë, jashtë komunes, ose jashtë vendit, ose jashtë kofejve, është ambasador i ati vendi. Prezenton kulturën, veshjen, instrumentat popullor, këngën popullore, këngën folklorike, dhe kështu me radhë. Dhe më thonë, traditat, që është ma kryesore, e një vendi që, për shembull, në një vend tjetër shqiptar që nuk janë të informuar sa duhet për këtë treg. Unë shpesh e kam theksu në disa festivale në Kosovë dhe në Shqipëri që ne kemi më shumë peshë se sa një ansambël në Kosovë ose në Shqipëri, pse ne kemi më vështirë me ekzistu. Shumë më vështirë. Kështu që kudo që shkom, prezentom, veshëm, sa herë kem lujt vallën e Xhemiles, që i thomë në ato treve, kjo është vallë autoktone e anës Malit, disa vjeçare, në Kosovë se kanë ndigju kot. Po, por, ajo kënohet në përdasma. Ka mundësi në dasma, në Kosovë edhe në Shqipëri. Jo që këndohet, por edhe luhet, si vallë. Cilat janë fushat kryesore të veprimtarisë tuaj? Vallë, këngë, koreografia, po elementet e tjera të traditës? Këngë, vallë dhe instrumenta. Duhet të theksoj aktivitetin më të ri tash, që është të marrë Fondacioni Trojet Tona, duke e financuar, drejt për drejt, rujtjen e traditave të instrumentave. Dhe më thonë, në gjitha treva shqiptare, dhe më thonë, të e fillu, prej Nulqen, Antë Malit, Kraj, Plavgoci, Malsi, Tuz, financohen, dhe më thonë, profesor, që me mësu njerëzit, me mësu, dhe më thonë, instrumentat popullor, por, dhe më thonë, këto të rritë, që ndoshta nuk dinë edhe çka është, por që me avun lahuten atë pranë edhe qiftelin, fyllin, që ti mësojmë edhe ti ta trashëgojmë të instrumenta. Kjo është ide shumë e mirë, edhe kam shumë besim që do të vazhdojnë edhe do të kontribuojnë shumë bukur. Sa antar ka aktualisht ansambli dhe me cilat grup mosha punoni? Si e përshtatni punën sipas moshës së të rinjve? Ansambli tash për tash ka rreth 30 antar, por i kemi në 2 mosha, moshën mbi 20 vjeçare, por kemi edhe në 20 vjeçare, dhe më thonë kemi edhe shkollës fillore, shumë i nda ma mirë me shkollën fillore dhe shkollën e mesme, edhe studentat. Por në shkollën fillore kemi idenë që me zgjeru pak ma tepër, dhe më thonë të fëmit, si kena thonë të pionerët, këtë të fëmit me fillu me ban një ansambël vetëm me fëmi, dhe më thënë deri në 12 vjeçare, se ke festivale shumë që i kërkojnë deri në 12, deri në 15. Në atë mosh nuk e kena fort, por kemi në plan që me vazhdu, që me mujt me aktivizu edhe një ansambël të vogël, dhe më thënë për të vezël. Jo shumë të gjanë, por deri në 15-20 antarë me mujt me mbledh. Sa e vështirë është sot të ruhen tradita dhe folklori, sidomos të brezat e rinj që po rriten në një realitet të shumë të ndryshëm? Ajo është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Por, si që theksova, problemi kryesor kanë qenë financat që ja fillon vështirësia ma madhe, por nuk po them se e kena kry këtë problem. Fondacioni mundohet edhe në arrin pranë, na ndihmon, na financon çdo festival që shkojmë, por nuk e kanë lehtas ato atje. Do të thonë kanë probleme. Problemi tjetër është te antarët. Këto të rinjt e kanë pak problem edhe kohën e tyre, unë kam studenta këto. Sot të prezent s'kam asnjë student. Këti janë në për aktivitetet e tyre, do të thonë provime, do të thonë nuk mundën më atë. Ma aktiv, dhe më thani shkolla fillore dhe gjimnazi. Por është problemi që ka pas studenta shumë, e nuk kam qef me shkëput edhe ato atje, prej kësaj lami, a kuptan. Edhe kështu që problemi edhe të antarësimi, edhe problemin kështë që e kena në tesh, që duhet ta theksojnë në përmjet televizionit tuaj,
kemi lokacionin. Nuk kemi një lokacion që mund na me bon provat tona. Të tash momentalisht jemi në ambientet e karate klub, Anamalit. Ndonjëherë bom provat këto, ndonjëherë në shkollë fillore, por nuk e kena një vend përcaktuar për prova. Cilat janë vlerat kryesore që përpiqeni t'u transmetoni të rinjve përmes punës artistike dhe qëndrimit në ansambël? Vlerat, si të them, vlera kryesore është kjo lutja traditës kombëtare edhe që nuk duhet mi harru ajo çka duhet më shumë të gjuhën, këngën, folklorin. Këto janë prioritet për ne. Këto janë vlera që duhet mi rujt. Se rinia sot është pak në krizë. Gjithë kërkojnë diçka tjetër. Folklorin nuk e adhuron çdo kush. On këto fëmijë që i kam këto për shembull, është vështirë mi mbledh edhe mi u mush mendën që këtë e kena për këtë punë, këtë e kena për rujtje traditave, do të thonë, duhet më përpjek shumë. Edhe një problem e kemi këtu në trevan tonë, që kena shkolla, do të thonë shkolla koreografisë është shumë, do të thonë, nuk është prezente të ne. Do të thonë, nuk kena asnjë koreograf të vendit. E kem një këtu në Olqen, edhe ai ka deviju pak, ndoshta, s'po thonë që ka deviju rrugën, ai merret ndoshta, por nuk mundna ta mund me u marrë me te, do të thonë, duhet me pagu ndoshta prej Kosovës, koreografin këto, edhe koreografia është pak e komplikume, se na dona me prezentu vendin tonë. Bile shfryzoj rastin që Besnik Grajqesi, i koreograf, Valtari Shotës, ai na ka ndihmu shumë. Shumë na ka ndihmu, edhe e ka adaptu vallën. Do të thonë, vallën shqiptare e ka adaptu në vallën e traditave tona. Në cilat aktivitete, festivale apo përfaqësime do të veçonit kontributin e këtij ansambli dhe pse këto paraqitje kanë qenë të rëndësishme për ju? Ja fillom kështu prej aktiviteteve lokale. Aktivitetet lokale, do të thonë, janë organizimet e komunës, organizimet ndryshme të shoqatave, na thrasin, na respektojnë edhe nuk bën me janë shkollu, do të thonë, të vendit. Kena edhe në Malsibile, kena marrë pjesë në 28 nëntorin, edhe atje na kanë ftu, në Rëzhaj, kena prej 28 nëntor. Por duhet veçoj këto ma kryesoret. Ma kryesoret janë festivalet botërore, do të thonë në Turqi edhe në Austri, që ja kemi arrit, edhe në festivalin mbar kombëtar i Gjirokastërës. Ato janë, do të thonë, 3 arritjet tona më të mira. E këto festivalet s'po të thëmë të është kombëtare, mund me thonë, Kosovë, Shqipëri, i kemi edhe bile nuk mund me mërit me marrë pjesë. Duhet veçaj edhe 28 nëntorin në Tiranë, në defile që ishim prezent, edhe një përvoj shumë e mirë, edhe 28 nëntori 2025 në Vlorë. Ajo ishte shumë interesant edhe një privilegji shumë e madhe për ne. Por reagimi të rinjve kur marrin pjesë në festivalet të ndryshëm si është, kur e kuptojnë atë peshën kulturore të asaj se çfarë po bëjnë? Arritjet, po. Arritjet, dhe më thonë, adese, këto në çdo festival merr një shpërblim i herë për herë që ki marrë pjesë. Dhe më thonë, arritje është që ki marrë pjesë, dhe është problematike. E pastaj për vendet, na nuk ju japim fare të rëndësi, por kemi arrit. Kemi vendet dyta, vendet treta, vendet parë, kemi edhe koreografi më të mirë, kemi edhe valle më të mirë, kemi edhe, do të thonë, janë disa rritje që me të vërtet janë befasu, por ndoshta ju thash është që na nuk mund ta krejt mu krahasu me Kosovës e me Shqipërisë. Ata janë shumë ndoshta më profesional se na. Por ajo arritje që na shkojmë deri te pragu i tyne është arritje. Aty kena arrit mjaft.
besoj. Ju më herët përmendet mbështetjen nga diaspora, por duhet të di edhe për atë mbështetjen e prindërve dhe komunitetit, dhe sa e domosdoshme është kjo mbështetje për vazhdimsinë e ansamblit. Po jo, pa mbështetjen e tyre s'mund më ekzistu. Nuk mund të ekzisto. I falenderohemi përsëri, çdo herë që si thonë hapi gojën në për çdo televizion, në për çdo media, i falenderojmë Fondacionit Trojet Tona që na mbështet e na rrin mbrapa. Po sidat më të mëdha me të cilat përballet sot një ansambël kulturor, a për sa i përket juve do jetë edhe lokacioni që përmendet më herët? Ta dy i kena ma problem, do të thonë antarësimin edhe lokacionin. Po si e shihni bashkëpunimin me ansamblet të tjera brenda dhe jashtë vendit? Bashkëpunimin e kena shumë rregull, sidomos me një shoqëri motër këto që kemi afër në Olqen, SHK Olcenium. Kena bashkë në disa festivale, edhe duhet veçoj defile në Tiranë, që kemi bërë për 28 nëntor, ishim bashkë. Edhe një festival në Antalya. Çfarë plane dhe synime keni për të ardhmen e këtij ansambli? A synoni zgjerim të aktivitetit apo përfshirje më shumë të rinjve? Planet në të ardhmen këtë më varen si thashën prej financave. Dhe më thonë se aktivitete kemi mjaft. Dhe më thonë planet varen pika parë financat, pika dytë antarësimi. A i kemi aktiv se ka shumë festivale që në thrasin për shembull që organizohen në datat e verës. Në korrekt gosht, nësë s'munda me marrë pjesë, nësë një të festivale. Ishë Rapsha në gosht për shembull. Nësë mundë me marrë pjesë. Arsyeja? Arsyeja është një kjo që antarë që i kam këtë punor, na jenë në sezon, duhet me egzistu, me punu. Një ata 2 muaj presim sezonit. Edhe plani tjetër është kjo që e ceka edhe një herë, mësimi i këtyne instrumentalistave, fyll, lahut, edhe qifteli. Dhe për thënë, ju bëj thirrje gjithëve që janë të interesu në anë të malit, në kraj, Olqen, e për Klave Goci dhe Malsi, që kush është interesu, le të vinë pa pagesë, pa korfarë konsumimit, dhe më thonë, në ardhë me mësu instrumentin edhe me shku në punë të vetë, si dojtë. Dhe për fund, çfarë mesazhi do të dërgoni të rinjve që ende nuk janë pjesë e ansambleve kulturore dhe që hezitojnë të afrohen me folklorin? Mesazhi im. Unë mendoj që me ardhë sa më shumë se fiskulturi është edhe kjo. Njësaj si karateja, njësaj si futbolli, aktivitet është, vallëzim. Ka estetik, ka art, i ka gjithë të mirat. Kështu që i thras çdo kush ka nevojë, po më ndaj dëfrimit pak për muzikë, edhe për këngë, edhe për instrumenta, do të thonë që le të vinë e mirë presim. Ndërkohë, disa nga anëtarët e ansamblit Trojet Tona për televizionin Bojën u shprehen se pjesëmarrja në ansambël për ta është një përvojë e veçantë që u jep mundësi të ruajnë traditën, të përfaqësojnë kulturën shqiptare dhe të ndihen krenar sa herë që dalin në skenë. Unë qumë Lart Markashi, jam vi nga Kraj dhe po ashtu jam pjesë e grupit apo të vallëzimit Trojet Tona që 5 muaj. Çfarë të ka motivuar të bashkangjitesh këtij grupit? Po dashuria ime, po ashtu edhe përkëndime dhe për vallëzime ka bërë që të bashkohem këtij grupi dhe po ashtu të kem edhe një grup me të gjerë shoqërimin dhe gjithçka më tej. E çfarë do të thotë për ty të jesh këngëtar në skenë dhe ta përfaqësosh këtë ansambël? Po është një përkushtim i madh sepse duhet të kesh duhet të jesh po ashtu edhe në skenë dhe po ashtu edhe vëzërin do ta bësh sa më mirë që mundesh. Dhe çfarë ndjesie ke kur performon para publikut? Ke emocione apo ndjen krenaria? Në fillim emocionet ishin shumë të mëdha, por me kalimin e kohës ata kanë filluar të ikën dhe po ashtu jam të kaluar shumë më mirë në skenë. Çfarë të ka mësuar pjesëmarrja në ansambël për veten?
si artist apo si njeri? Me ka mësu që të kontriboj sa më tepër që mundem për trojet tonat, po ashtu të ruajmë traditat tona që i kemi në anë të malit apo krajeve të ndryshme. A është e vështirë ta kombinosh shkollën me provat dhe aktivitetet e ansamblit? Si e menaxhon kohën? Por po ashtu edhe si nxënës, koha si më han du ta bëj sa më mirë, sepse edhe këndimi, edhe kërcimi dhe du t'i menaxhoj sa më mirë. Me tepër e kaloj kohën duke kënduar dhe kërcimin me tepër kur kemi prova dhe kur kemi ndonjë gjë që ta bëjmë, atëherë ushtroj edhe në shtëpi. Cili ka qenë momenti më i bukur apo më emocionues për ty gjatë pjesëmarrjes në këtë ansambël? Vendi më i bukur që kemi shkuar apo gjëja më e bukur që kemi bërë për mua është kur kemi qenë në Vlorë, po ashtu ka qenë një manifestim shumë i bukur për 28 nëntorin dhe kemi kaluar shumë bukur të gjithë. Si e sheh veten në të ardhmen? A do të vazhdosh të ruash dhe ta promovosh këtë lidhje me traditën? Unë shpresoj që sa më tepër. Mirë, dhe çfarë do të jetojë të gjithë bashkëmoshatarëve që hezitojnë të përfshihen në aktivitete kulturore? Unë do të thoj që sa më tepër të ruajnë traditat e tyre dhe të marrin pjesë në çdo gjë. Unë quam Elvedina, jam antare e trojeve tona. Tash sa kohë je pjesë e ansamblit dhe çfarë të ka motivuar apo shtyrë që të bësh pjesë e tij? Pasioni im për vallëzimin është që në moshën e vogël edhe kjo gjë më ka shtyrë që mu bë pjesë e këtij ansambli, ku jam pjesë e tij që në formimin e tij, tash 3-4 vite. Dhe si ndihesh kur performon në këtë ansambël para publikut? Për mua është një shumë kënaqësi e madhe të performojmë para publikut edhe ndihem shumë e lumtur edhe shumë mirë edhe e bëj me shumë kënaqësi. Cila valla apo këngë të pëlqen më shumë dhe pse ka një vend të veçantë për ty? Për neve më veçanta është vallja e Xhemiles, anë Smalit, që është e jona dhe atë vallë e kthejmë kështu me më shumë qejf edhe e kena kështu. Çfarë të ka mësuar pjesëmarrja në ansambël për veten? Kja më ka mësuar që të jemi të lidhur me njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të kalojmë mirë bashkë me të gjithë. Po sa siduese është menaxhimi i kohës, që kohën e lirë ta kalosh këtu në prova, duke qenë se ndoshta je angazhuar edhe në shkollë? Po, unë jam një studente, por kohën e lirë mundohem të kushtoj vallëzimit. Në fillim ka qenë pak më zor se sa jena ambientu, por tash e bëm shumë lehtë dhe jena mësuar. Dhe sa herë në javë mbahen përgatitjet, provat? Më së shumë t'i bëjmë vikendeve, shtunë në diele dhe të premteve nga një herë. Cili ka qenë momenti më i bukur apo më emocionues për ju gjatë pjesëmarrjes në këtë ansambël? Momenti më i bukur ka qenë kur kena marrë pjesë në Gjirokastër, ka qenë një festival mjaft i mrekullueshëm, po ashtu kemi marrë pjesë edhe në Turqi dhe në Austri, që kanë qenë një eksperiencë shumë e bukur për neve. A mendon se të rinjt sot janë të interesuar për folklorin dhe traditën dhe çfarë mund të bëhet më shumë për t'i afruar ata? Unë mendoj që nëse është dëshira dhe pasioni për vallëzimin, atëherë të gjithë munden që me ardhë dhe me vallëzues bashkët me neve. Mirë, dhe sa i përket planeve, do vazhdosh që edhe në të ardhmen të jesh pjesë e këtij ansambli? Dëshirën e kam, por një herë kam edhe studimet, por besoj që do vazhdoj edhe për shumë kohë të tjera.
Elisa, jam anëtare e folklorit ansamblit Troje Tona. Çfarë të ka motivuar të bësh pjesë të këtij ansambli dhe tash tako? Me tepër vallëzimi, por është edhe kultura, që të ruajmë me tepër. Çfarë do të thotë për ty ajo ndjesia që ta përfasosh kulturën para publikut? Është një ndjesi e mirë, sepse pak kush, sidomos rinia në ditët e sotme, është pak e ana shkaluar kjo pjesë, dhe ndihem mirë, si më thonë. Sa sfiduese është menaxhimi i kohës, të marrësh pjesë në prova edhe krahas obligimeve të tjera? Ishtë pak, si më thonë, e vështirë, nga që unë jam edhe studente, edhe më duhet, si më thonë, një kohë me nda vetëm për vallëzim, apo vetëm për prova, por që ja dalë. Mirë, duhet e di pak më shumë për pjesëmarrjen në festivale, por ndonjë moment që do veçosh gjatë kësaj kohe? Kam pas shumë që kam kenë për festivale, por që me tepër që më kalon përshtypje ishte festivali në Turqi. Ishte një eksperiencë e mirë, e bukur, si më thonë, të gjithë dhe nala mbresat mira. Po saj për këtë sarmës, ushtroni për ndonjë festival, për ndonjë... Po, kemi disa festivale që jemi të ftuar dhe jemi duke u përgatitur për to. Mirë, dhe për fund nëse ke një mesazh për gjithë të rinjt. Mendoj që të vallëzosh nuk është diçka e keqe dhe ti bashkangjitë një ansamblit nuk është po ashtu diçka e keqe, është diçka e mirë, një eksperiencë. Dhe po ashtu të ruash kulturën si sot është shumë mirë. Në muajin mars të vitit 2021, në Ulqin ka nisur punën Qendra Edukative Bright Minds, e cila ofron aktivitete të lira pashkollore për fëmijë të moshës së 5 deri në 12 vjeç. Kjo qendër është orientuar drejt zhvillimit edukativ dhe social të fëmijëve, duke ofruar një gamë të gjerë aktivitetesh që synojnë përforcimin e njohurive shkollore dhe zhvillimin e aftësive të tyre. Përveç aktiviteteve pas shkollore, Bright Minds ofron edhe programe të përgatitjes për shkollë, me fokus në ndihmën ndaj nxënësve në përvetësimin e përmbajtjeve mësimore. Në kuadër të programeve edukative, fëmijët kanë mundësi të ndjekin kurse të gjuhës angleze dhe malazeze, programe verore, aktivitete artistike, si dhe kurs shahu, i cili synon zhvillimin e mendimit logjik, përqendrimit dhe disiplinës. Sipas Vjoca Lika Çobaj, e cila është e përfshirë në drejtimin dhe funksionimin e kësaj qendre, Bright Minds është konceptuar si një hapësirë ku fëmijët mund të mësojnë, të socializohen dhe të zhvillohen në një ambient të sigurt dhe mbështetës. Gjithashtu, bëhet të ditur se këto hapësira sot shërbejnë edhe për takime, trajnime dhe organizime të ndryshme në nivel lokal, duke qenë të hapura edhe për organizata të tjera jo qeveritare. Më shumë mbi këtë qendër edukative shprehet përfaqësuesja e Fondacionit Humanitar Troje Tona, Vjoca Lika Çobaj. Ideja për qendrën edukative Bright Minds ka qenë një, le të themi, ide e 2-3 mësueseve, të cilat kanë pasur dëshirë, le të themi, të sjellin diçka të re, të sjellin diçka më ndryshe si aktivitete pas shkollore për fëmijët e moshave prej 5 vjeç deri në moshën 12 vjeç. Dhe në fillim fare ka qenë një ide e cila ka filluar vetëm në Ulqin, dhe pastaj me mbështetjen e Fondit Humanitar Troje Tona do të është vazhduar edhe në anë të malit. Dhe sot do të thotë Qendra Edukative Bright Minds funksionon si në anë të malit, ashtu edhe në Ulqin. Cili është misioni kryesor i Bright Minds dhe mbi cilat vlera bazohet puna juaj e përditshme? Misioni kryesor i Qendrës Edukative Bright Minds është që të përgatisim fëmijë që t'i përballen sfidave të shekullit 21.
Dhe e gjitha kjo ka filluar pikrisht nga dëshira për të ofruar atë çfarë është më e mira për fëmijët. Tjetër nevojë e kohës sot është edhe si e kalojnë fëmijët kohën e lirë. Duke marrë parasysh që teknologjia, telefoni, iPadi, gjitha këto përbëjnë një sfidë në vete dhe marrin, le të themi kështu, gjithë kohën e lirë të fëmijëve tanë. Ideja ka filluar edhe aty që çfarë mund ne të bëjmë që të kemi një mundësi tjetër për fëmijët. Një mundësi që ato mund të kalojnë kohën e lirë, por të njëjtën kohë të luajnë, të argëtohen, të mësojnë dhe një farë mënyre të kenë edhe një le të themi kështu, një pasdite të këndshme dhe të kenë lojra interaktive dhe të kalojnë kohë me bashkëmoshataret e tyre. Me cilat grup mosha punoni dhe si përshtatni aktivitetet sipas moshave dhe nevojave individuale të fëmijëve? Në fillim fare Bright Minds ka filluar vetëm le të themi si një qendër edukative dhe aktivitetet lira, e cila ka pasur vetëm aktivitete passhkollore. Do të thotë prej moshës 5 vjeç deri në moshën 12 vjeç. Mirë po pastaj duke parë nevojën që kanë, do të thotë, edhe fëmijët, edhe prindrit, se duhet ta theksoj që edhe ne si prindër, unë jam prind vetë, edhe ne si prindër e kemi kohën më të kufizuar se ç'ka qenë më përpara. Dhe ne pastaj kemi filluar edhe me programin e përgatitjes për shkollë, ku ka rast, do të thotë, që fëmijët e regjistruar në programin e përgatitjes për shkollë, një farë mënyre ju ndihmohet që të përvetsojnë ato njohuri, të përvetsojnë ato lëndë për të cilat ato ka nevojë më së shumti sa i përket programit shkollor. Mirë po përveç këtyre aktiviteteve kryesore, qendra Bright Minds organizon edhe kurse të ndryshme të gjuhës, si të gjuhës angleze, pastaj edhe gjuhës malazeze. Ne nga viti i kaluar kemi filluar edhe me organizimin e kursit të shahut, për çfarë kemi pasur edhe interesim shumë të madh, dhe ajo le të themi risia më e këndshme ka qenë organizimi i kampeve verore, por edhe i programit veror. Atëherë të ndalem paksa tek loja e shahut, çfarë përfitimesh konkrete sjell shahu për zhvillimin e fëmijëve? Shahu është një ndër lojrat më të bukura dhe që ndikon drejt për drejt në aftësitë, le të themi kështu, logjike tek fëmijët. Dhe ne kemi pas një farë mënyre, e kemi parë të arsyeshme si mund ne të kontribojmë në këtë rast. Edhe kemi pasur edhe fëmijë që kanë qenë të interesuar, do të mësojnë lojën e shahut, dhe kemi parë që gjatë kohës që fëmijët do të thotë luajnë, angazhohen në këtë lojë, ajo drejt për drejt ndikon në shumë aftësi të tyre njëkohësisht. E prej këtyre aktiviteteve që përmendet, cila është më e preferuara nga fëmijët? Aktivitetet, mund të them që e preferuara është programi veror, pasi që programi veror është një farë mënyre edhe një kombinim i lojës, i punës krijuese, por edhe i interaktiviteti që kanë fëmijët me njëri tjetrin. Pastaj gjatë programit veror fëmijët edhe rrinë një kohë më të gjatë, pasi që programi veror zakonisht fillon nga ora 8 dhe zgjat deri në orën 2, dhe një farë mënyre fëmijët e kanë gjetur, le të themi, një vend ku ato mund edhe të shoqërohen me bashkëmoshataret e vet, edhe të luajnë, por njëjtën kohë edhe mësojnë diçka të re. E çfarë konkretisht përfshihet në këtë program veror? Programi veror e kemi pasur më shumë të konceptuar në mënyrë që të shetisim botën. Ashtu edhe e kemi quajtur rreth botës për 60 ditë, pasi që ka zgjatur 2 muaj, dhe në këtë program jemi munduar që fëmijët të njihen me kultura të ndryshme. Do të ndoshta ka qenë një kombinim i asaj gjeografisë, historisë, por edhe lëndëve të tjera, shkencave të tjera natyrore, duke dashur që tek fëmijët të kemi, le të themi, një zgjerim të diapazonit të njohurive të përgjithshme.
Dhe nuk e kemi lënë të thotë pa inkuadruar qoftë historinë nga Egjipti, Greqia, e lashtë e deri tek historia kombëtare, do thotë ilirët. Sipas jush, sa e rëndësishme është loja në procesin e të mësuarit? Unë jam mësimdhënëse me profesion dhe e di që loja është pjesë e pandashme, sidomos tek fëmijët e moshave më të vogla. Fëmijët mësojnë përmes lojës dhe mësimi që ato realizojnë përmes lojës, pasi që vetë loja i jep një lloj kënaqësie dhe secila njësi, secili mësim që mësohet përmes lojës ka dhe predispozitat të le të themi kështu të mbes në memorien, kujtesë në një afat më të gjatë. Dhe vetë fakti që fëmijët e vegjël çdo gjë duan ta mësojnë përmes lëvizjes, përmes aktivitetit të tyre fizik, por edhe interaktivitetit me bashkëmoshatarët e vet, loja është pjesë e pandashme për ditëshmërisë së tyre. Çështja është se sa mundemi ne si kuadro arsimor, si mësimdhënës, sa mundemi ne dhe sa dijmë ne të inkuadrojmë lojën në mësimin e përditshëm, në procesin e të nxënit të tyre në mënyrë që ta bëjmë këtë proces të nxënit të mësuarit sa më efektiv dhe afatgjatë. Po sa jeni të kënaqur me pjesëmarrjen dhe interesimin e fëmijëve apo prindërve që të marrin pjesë në aktivitetet e kësaj qendreje? Ne jemi shumë të kënaqur edhe për pjesëmarrjen e fëmijëve, angazhimin e tyre. Ne na gëzon fakti edhe për përzgjedhjen që bëjnë prindrit, do të thotë për angazhimin e fëmijëve në aktivitete jashtëshkollore, sidomos edhe në programin veror. Dhe dua të cek që vërtet për ne është shumë e rëndësishme edhe le të themi feedbacku që kemi marrë o vazhdojmë të marrim nga prindrit dhe besimi që ata tregojnë do të thotë në punën tonë të përditshme. Por nga ana tjetër, ne gjithmonë bëjmë edhe një lloj evaluimi, le të themi kështu. Dhe ai lloj evaluimi nga ana e prindërve, duke hulumtuar tani edhe cilat janë nevojat, çfarë mendojnë prindrit që fëmia e tyre ka nevojë më së shumti, dhe ne një farë mënyre e organizojmë edhe punën tonë të përditshme me fëmijë, duke u bazuar pikërisht në kërkesat, por edhe nevoja që kanë. Por ka patur rastet që prindrit ju kanë treguar që ka patur përmirësime në përqendrim apo besim apo sjellje të fëmijëve të tyre? Patjetër. Kur flasim për përqendrimin dhe vëmendjen, kjo është një sfidë në vete. Sidomos sot ne jemi duke u ballafaquar me një zhvillim të madh të teknologjisë, me një rënje të koncentrimit dhe vëmendjes tek fëmijët, sidomos të moshave të vogla, dhe për ne është sfidë në vete tani një farë mënyre të kemi qasjen e duhur ndaj këtij problemi. Dhe mendoj që ne përpiqemi me të gjitha mundësitë, aftësitë që kemi, një farë mënyre të ndikojmë dhe të ndihmojmë fëmijët që ta i kalojnë sa më lehtë, edhe pse thash nuk është e lehtë, pasi që edhe mësuesit nuk janë më në qendër të vëmendjes siç kanë qenë më përpara. Për fëmijët sot është një orë mësimore, le të themi kështu një mësim që është nga libri, nuk është më, le të themi, interesant siç ka qenë përpara, dhe kjo paraqet një sfidë në vete, gjë që një farë mënyrë edhe ne na sfidon si të jemi ne, si të organizojmë punën në mënyrën sa më të mirë të mundshme, që të kemi qasjen sa më të duhur dhe sa më adekuate ndaj kësaj çfarë ndodh tek fëmijët, në përgjithësi në shoqëri. Për fat të keq, por çfarë mendoni se duhet bërë që të përmirësohet kjo? Paqë besoj se një orë mësimi nuk duhet shikuar si një orë e humbur, por nuk duhet të jetë diçka si sekondare, por në fakt të jetë primare. Tani ky unë thash është problem i cili duhet shikuar nga shumë aspekte. Ne nuk mund të fajsojmë as fëmijën, ta zëm të themi se nuk e ka vëmendjen. Në momentin që një fëmijë, le të themi, përdor kohën më të madhe të ditës
teknologjin, qoftë telefonin apo diçka tjetër, ne duhet ta kuptojmë që është sfidë në vete për ne të jemi interesant, le ta them kështu për ta. Çfarë mund të bëjmë ne është të kemi qasjen e duhur dhe të mendojmë cila është qasja më mirë që një farë mënyre të parandalojmë diçka që ne mendojmë se nuk është e shëndetshme për fëmijën, për zhvillimin e fëmijës, por nga ana tjetër të përpiqemi që t'i afrojmë diçka konkrete dhe t'i afrojmë diçka në mënyrë që është më, le të themi, më e pranueshme për fëmijët. Sa i rëndësishëm është bashkëpunimi me prindrit në procesin edukativ? Bashkëpunimi me prindrit është kyç. Mund them sidomos tek moshat e vogla. Bashkëpunimi me prindrit, sepse në qoftë se kemi një qasje të caktuar, përzgjedhim një qasje të caktuar, le të themi ndaj një problemi që ka fëmia, apo ndaj një lënde, ndaj një njësie, pasi jo gjithë ne kemi aftësitë për të gjitha lëndët ta zëmë. Dikush ka më shumë prirje për gjuhë, dikush ka më shumë prirje për shkenca natyrore, dikush për matematikë dhe dikush tjetër ndoshta ka fëmijë që ka probleme me koncentrimin, ka probleme me vëmendjen. Dhe qasja është në atë lloj mënyre që duhet patjetër të jetë në bashkëpunim me prindrin, pasi që qoftë në shkollë apo qoftë tek ne si qendër për aktivitete jashtëshkollore, duhet të jetë në atë lloj mënyre që ne të bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe secili të ofrojë çfarë është më e mira për t'u përgjigjur nevojave që ka fëmia. Si e shihni rolin e qendrave edukative si Bright Minds në plotësimin e edukimit formal në shkollë? Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme për vetë faktin që shkolla ofron një pjesë që është baza, do të thotë ajo nuk diskutohet dhe secila qendër, jo vetëm Bright Minds, po dhe qendra të tjera, secila qendër edukative në kuptimin e organizimin të aktiviteteve jashtëshkollore, por edhe në përvetësimin, në ndihmën në përvetësimin e këtyre njësive që janë në shkollë, shkolla ka rolin e vet, kurse qendrat kanë rolin e vet. Dhe shumë është, le të themi, suksesi është tek ajo se sa munden qendrat edukative të plotësojnë, le të themi, atë që ndoshta fëmia nuk mund ta marrë nga shkolla. Dhe aktivitetet jashtë shkollore, aktivitetet e lira, tashmë organizohen në të gjitha shtetet dhe janë, le të themi, kështu një gjë që duhet me patjetër në mënyrë që të ndihmojë do të thotë formimit sa më të shëndetshëm të fëmijës. Dhe në këtë rast qendrat duhet të shihen vetëm si një plus i madh që ndihmon fëmijën që të ketë edhe më shumë sukses edhe në shkollë. Po, a keni plane për zgjerim të programeve ose aktivitetet të reja për të ardhmen? Patjetër, ne kemi dëshirë në rend të parë le të themi të ofrojmë shërbime, të ofrojmë kurse dhe të ofrojmë aktivitete tjera të larmishme edhe për një grup moshë mbi 12 vjeç, për çfarë kemi edhe interesimin më të madh, e po ashtu interesim ka edhe për organizimin e kurseve të tjera, por që do të shohim. Mirë, dhe për fund, çfarë mesazhi do t'u dërgoni prindërve që kërkojnë aktivitete edukative cilësore për fëmijët e tyre? Secili prind është e nevojshme që të di cilat janë prirjet, predispozitat që ka fëmia. Dhe gjithmonë duhet të shkojë që të plotësoj ato dëshira dhe ato predispozita, talent që ka fëmia dhe të përmbush nevojat që ka. Edhe në të njëjtën kohë është shumë e rëndësishme që gjithë prindrit ta kuptojnë që aktivitetet jashtë shkollore janë një domosdoshmëri e kohës dhe janë të nevojshme dhe ndikojnë do të thotë pozitivisht 100% në formimin e vetë fëmijës. Unë do doja në veçanti të shpreh falënderim ndaj familjes Hajdari, të cilët vërtet që nga fillimi na kanë mbështetur dhe na kanë ndihmuar në forma dhe mënyra të ndryshme, e veçanërisht duke na siguruar hapësirat në mënyrë që ne të ofrojmë, le të themi,
kushte sa më të mira, me qoftë me pajisja, po me materiale sa më bashkohore.